1999 në fshatin Izbic, komuna Skenderaj, gjatë kohës së luftës në Kosovë, i panderi Muhamet Ali Demaj, në cilësinë e personit civil, vullnetarisht ju bashkohet forcave policore dhe ushtarake serbe. Tokom 1998. i 2009. godine në fshatin Izbic, komuna Skenderaj, opština Skenderaj, gjatë kohës së luftës në Kosovë, tokom rata na Kosovu, i panderi Muhamet Ali Demaj, Muhamet Ali Demaj, në cilësinë e personit civil, civilnog lica, vullnetarisht ju bashkohet forcave policore dhe ushtarake serbe. on se pripremio i bio je deo srpske policije. Dhe në bashkërje I shkelin rënd sa rregullat e së drejtës izvršavaštvo je ndërkombëtare, prekršio međunarodna prava, përkatësisht në internet të odnosno përbashkët për član 4 konvencije uništavanje dhe svojina, pastrim etnik të popullsisë civile također të i nacionalitetit raseljavanje shqiptar, civilnih lica koji su bili albanske të nacionalnosti, cilët nuk ishin të përfshirë në luftë, koji nisu bili në atë mënyrë që na takav način pika 1 da vrasje dhe tačku kërkim 1 vrasje ubistvom i pokušaj ubistva me 28 mars 28. 1999 marta rreth orës 1999 6 të mëngjesit u 6 časova në ujutro fshatin Izbic, u selu Izbica. i panderi Muhamet Ali Okrivljen Demaj, Muhamet Ali Demaj në cilësinë e u civile, svojstvu civila vullnetarisht i bashkohet forcave svojevoljno policore se pridružio dhe kontribuon në vrasjen policijskim e snagama 130 i civilëve të doprineo papajshëm u ubistvu 130 nga mali në vendin e sišli qitur sa malet e šuma Shqipësit, do mesta gde se zvalo në šuma kodrën e rrugës Kërnin-Belnic, u ulici Krnina dhe janë Belina nisur në drejtim të fshatit Izbic. i išli su prema selu E Izbica. pastaj hynë në fshat Zatim su išli ušli dhe u selo shkuan shtëpi për shtëpi, i išli su od kuće do kuće. ashtu që në nënkërcënimin e Tako da armëve pod pretnjom oružja i nxorën të gjithë civilët nga shtëpitë e tyre izbacili su sve civile iz dhe njihovih kuća. pastaj u vinin I flakën zatim su spaljivali kuće. duke i djegur pa asnjë arsye. Tako da su ih palili Kurse bez jednog rrethorës razloga, 10 të njëjtat forca dok u 10 časova iste u vënte snage pjesë edhe i panderi, gde je bio i shkuan në shtëpinë e okrivljeni Xhemila otišli su Osmanit, u kući Xhemila veç Osmanit. rasti panderi e plashkitit të dëmturin Xhemile, Okrivljeni je opljačkao oštećenu duke i Xhemilu. marrë para në shumën 500 marka, Gjermani, Uzimajući novac je bilo sakupljeno civilno dhe stanovništvo fshatrave të sela rreth. i drugih sela Në atë u okolini. moment i panderi Ali U Demaj tim qëndronte në trenutkima këmbë je okrivljeni stajao dhe i armatosur, naoružan, derisa disa pjesëtar tjerë të dok forcave policore dhe ushtarake nekoliko serbe pripadnika vojnih i policijskih në snaga kanosjen e armëve pod pretnjom oružja i kanë ndarë burrat nga su gratë dhe fëmijët. delili muškarci i... Izvolite. Ja se osjećam nevin, ja nisam kriv pod bilo koju tačku optužnice i podržavam 100% završnu reč mojih advokata. Ali imate nešto dodati? Nuk kam shkëtështoj diçka. Ja se osjećam da nisam kriv 100%. Nemam ništa da dodam.